Të respektuar teleshikues kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në sofrën e Ramazanit është emisioni që na bashkon në një sofrë ne dhe juve të respektuar teleshikues për të bërë një natë edhe më të këndshme. Në fakt, vetë Ramazani ka bukurinë e vet, me agjerimin gjatë ditës, me iftarin në mbrëmje e pastaj nata zbukurohet shumë me namazin e teravive. Por edhe mysafirët, edhe vizitat e kanë të vetën. Sido që t'jetë, dita përfundon dhe ne kthehemi për të qëndruar edhe pak në ekranet televizive për të pase a thu çfarë mund të kenë. E besoj që sofra e Ramazanit do t'jetë atraktive për ju që ta ndiqni, e çdo natë e ka begatinë e vet sepse sjell një mysafir të ri dhe pavarësisht pra nga dhe ku jemi ata mysafir. Janë që kanë emër të vetin, kanë punë dhe angazhim, të cilët na kanë obliguar ftesën e tyre që ne t'ju bashkojmë ata me juve në këto net të bukura të Ramazanit. Sonte nga shteti Am Shqipëria, nga qyteti bregdetar Durrësi, kem hoxhën e nderuar Mustafa Tërniqi. Mirë se keni ardhur hoxh në emision. Mirë se u gjetëm, Zoti ju rujt. Si jeni hoxh, si po kaloni? kaloni? Alhamdulillah, mashallah. Mirë, këto ditë agjërimi ka lehtësu Zoti se janë ditë dimri. Dita është më e shkurtër, lehtësimi i Zotit e pranojmë, themi alhamdulillah. Me pak orë e arrim Po vallaj. shpërblimin e Kemi një. agjëruar dhe në korrik, kemi agjëruar dhe në ngusht, prap na ka lehtësu Zoti. Mirë, por kjo është lehtësim akoma më i madh. Me domos. Hoxh, çfarë aktivitete po keni tash në Ramazan përgjithësi, apo i keni ndërprej? Ulemat në të kaluarën në Ramazan kanë pushu, janë marrë me ibadet. Hoxhallarët e kohëve të sotme në Ramazan janë më të angazhuar se kurdo më parë. Kohët kanë ndryshu. Përgjegjësia është më e madhe, sfidat gjithashtu janë të shfaqura dhe na është imponuar që deshëm apo s'deshëm duhet të punojmë. Duhet të lëvizim. Edhe pse është e vërtetë ajo që përmendet se ulemat e dikurshëm vinte muaji Ramazanit, ata fillonin, domethënë atë raportin e vërtet, raportin më të shëndosh, raportin më të afërt me Zotin. Jo sepse para Ramazanit ata nuk kishin raport të afërt me Zotin, por krijesat gjithmonë kanë ato nevojat e tyre, kanë problemet e tyre që shpesh herë ulemat, hoxhallarët janë gjendur pranë, por kanë dhe ata nevojë të pushojnë. Ai ushqimi shpirtëror që është aq shumë i rëndësishëm dhe intimiteti që duhet kenë me Zotin fuqiplot. Mirë, por prapë elhamdulillah, falenderojmë Zotin sepse në këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit përsëri ka kohë të bollshme, Zoti e bekon kohën që të gjejmë kohë edhe për leximin e Kur'anit, edhe për studimin e Kur'anit, edhe për meditimin e Kur'anit, pse jo dhe të përkujtohemi me Kur'anin, e të marrim pastaj ato maset që të fillojmë të punojmë akoma më shumë për gjatë Ramazanit edhe masi të mbarojë Ramazani, inshallah. Me domos, kjo është shkollë e madhe e cila do të na nevojitet pikërisht për të praktikuar mësimet e nxjerra. Ajo është Ramazani është shkollë për të gjithë. Shkollë për të gjithë. Shkollë për ulemat, shkollë për hoxhallarët, shkollë për xhamatin, shkollë për të gjithë kategoritë e muslimanëve. Pra askush nuk mund të përjashtojë dot vetveten e tij. Dhe kjo shkollë është ajo që na mëson se Islami nuk është fe e hierarkive. Mund të jetë hoxha i cili ditën e xhuma predikon dhe xhamati domethënë e ka mbushur xhamin, nuk dim se cili prej atyre është më i devotshëm tek Zoti. Dhe në mesin e agjëruesve, edhe në këto sofra të kaq të bukura domethënë të Ramazanit, nuk dihet se kush është më i devotshëm tek Zoti. Hoxha i cili flet, hoxha i cili orienton dhe e ka detyrë ta bëjë këtë, apo dëgjuesi.
apo dikush tjetër që ndoshta nuk po na dëgjon, por shkon dhe falet pas hoxhës namazin farz apo namazin e teravive kështu me radhë. Ky është Islami, pra është shkollë për të gjithë dhe ne themi elhamdulillah që Zoti e bëri këtë fe në këtë formë, në mënyrë që mos pretendojmë sikur kemi arritur kulmin, kemi arritur përsosmërinë, por të gjithë së bashku ne të mundohemi që të përçojmë fjalën e Zotit, të jetojmë me fjalën e Zotit dhe të vdesim besimtar në fund. Me do mos. Hoxhë nderuar, bëni detyrën e imamit? Po, khatib për ditë xumaje, kurse imam domethënë e kam jo se kam refuzuar, por nuk e kam pranuar domethënë për angazhimet e shumta që kam. Për të mos u bë imam me vrejtje. Mos me qenë imam part-time. Pra, e merr detyrën për një imam të rregullt dhe në fund fare rezulton imam part-time. Nuk e kam dëshirat pjesë. Ose imami domethënë që e merr detyrën duhet që ndrojë në xhami, t'i bëj hizmet xhamisë dhe xhamatit, ose përndryshe mjaftohet në ditën e xumë me predikimin e të premtes dhe mundohet pastaj me angazhimet e tij. Keni edhe angazhime të tjera? Patjetër. Shkollën? Po, shkolla alhamdulillah 12 vjeçare, mundohemi aty që sa të kemi mundësi të... A mund të na jepi pak pasqyrë? Unë po pinga pak çaj po, dhe ju se jeni të mirësorën se është ndaj çaj. Shkollë 12 vjeçare, shkollë private? Po, shkollë jo publike. Jo publike. Në kuptimin e licencuar, e akredituar? Patjetër, akredituar, licencuar nga Ministria e Arsimit, kurrikula është krejtësisht domethënë prej Ministrisë së Arsimit, por ka një hapësirë më shumë që po me licencë domethënë nga Ministria e Arsimit kemi përveç gjuhës shqipe, përveç gjuhës angleze, përveç gjuhës turke, kemi dhe gjuhën arabe. Dhe gjuhën arabe. Po, patjetër, nëpërmjet gjuhës arabe njihet dhe kultura arabe, ashtu sikur njihet kultura angleze, kultura shqipe e kështu me radhë dhe elhamdulillah kush ka dëshira është me dëshirë. Dikush e zgjedh, dikush nuk e zgjedh, dikush i zgjedh turqishten, dikush i zgjedh arabishten, kurse anglishtja është bazë bashkë me shqipen që është pjesë e kurrikulës së pandryshueshme. Apo mund të zgjedhë ndonjë gjuhë tjetër. Në kuadrë kësaj, prej lëndëve të tjera, keni, sepse mendoj edhe këtu ligji është njëjtë, në Kosovë dikun një 20% mund të lëvizet prej kurrikules bazë, që është pjesa e hapësirës për shembull për te kurrikulës është ajo pjesa që mundohemi sa të kemi mundësi për një edukat të mirëfillt, për një formim të studentëve, të nxënësve, ndonjë lëndë të posaçme për këtë? Është lënda e edukatës shoqërore, e cila secili mësues mund ta interpretojë domethënë në varësi të rrethanave. Pra, çfarë kërkohet më shumë në jetën ku jetojmë, në rrethanat ku jetojmë. Pjesa e edukatës që përmenda është shumë e rëndësishme. Pjesa e formimit është shumë e rëndësishme. E ardhmja e muslimanëve shumë e rëndësishme. Ka për tyre që dëshirojnë për shembull të bëhen mjek, të bëhen kontabilist, të bëhen inxhinier, ka për tyre që duan të bëhen hoxhallar. Pavarësisht se shkolla e hoxhëllëkut ta quash domethënë, është krejtësisht diçka tjetër, lidhet me dreseja me të. Ju nuk jeni medrese? Jo, ajo është shkollë jo publike e hapur, e përgjithshme. Shumë bukur. Mirë, megjithatë familjet fetare, fëmijët e tyre... Patjetër, sepse kush dëshiron të falë namazin, nuk pengohet. Aty mund vinë vajzat të cilat, sa janë të vogla për shembull, nuk e vendosin atë shamin apo mbulesën islame, por kur rriten domethënë ata e vendosin. Dhe nuk i pengon kurkush, munden me fal xhuman të gjithë bashk, munden me fal namazin të gjithë bashk, brenda hapësirave të mundura gjithmonë, jo duke lënë orarin e mësimit. Pra ka një liri fetare që ndoshta shkollat e tjera nuk e japin. Shkollat e tjera nuk ja ofrojnë madje. Përse? Ose ndoshta sepse nuk ka kërkesë të madhe, ose sepse ndoshta drejtoria e shkollave private, ndoshta edhe shkollave të shtetit, mendojnë se jemi një shtet laik dhe por rrjedhoj nuk kanë të drejtë të falen brenda territorit apo brenda kuadrit të arsimit dhe të shkollës. Përkundrazi ato janë të drejtat e njeriut. Gjithkush mund besoj, mund ta shfaq besimin e tij, pa i hyrë në hak dhe pa shkel drejtat e tjetër kujt. Patjetër. Jemi në këtë kohë të pluralizmit, në këtë kohë të lirisë, madje Shqipëria mjaft ka vuajtur nga mohimi i të drejtës dhe shoqëri që ka kuadra që din ta shfrytëzojnë këtë liri. Alhamdulillah. Pastaj keni angazhime ligjërata të ndryshme, a jeni brenda Durrësit vetëm apo keni edhe? Po, në ligjëratat i mbajnë në xhamin e madhe të Durrësit, hutbet i mbajnë në xhamin e Bardh, dhe kemi angazhime në mësime pothuajse çdo ditë.
pasjatësie, domethënë, me xhlise të ndryshme, sikur kanë qenë dikur, ju e dini fare mirë domethënë, në shtetet e dikurshme islame, duke filluar nga Bagdadi, e nga Damasku, e kështu me radhë, që mblidheshin për shembull ulemaja dhe me grupe të veçanta. Një grup don hadithin, një grup don Kur'anin, dikush i don tejvidin, dikush i don tefsirin e kështu me radhë, dhe të interesuarit mblidhen me grupe dhe secili t'i japë atë që don inshallah. Secili e merr hisën e vet. Hisën e vet. Përmendet Damaskun? Po. Të lidh me të gjë? Po patjetër. Pse? Po kemi vizituar Damaskun që në moshën 16 vjeçare. Sa bukur. E ta vizitosh në moshën 16 vjeçare, edhe të kthehesh në moshën 32 vjeçare, do thotë që gjysma e jetës studentore ose dhe vetë jetës mund ka kalu pikërisht në atë shtet bekum, në atë qytet bekum, ku kemi dhe plot hadithet pejgamberit alayhi salatu selam të cilat flasin domethënë për atë qytet. Prandaj dhe falenderojmë Zotin gjithashtu që i dha liri atij vendi, i dha liri atij qyteti, ja ktheu atij vendi pronarëve të duhur, pronarëve autokton që janë, dhe shpresojmë që të bëhet inshallah më mirë. Me domos, aty për më mirë me siguri do të bëhet, se ma kesh ka... Ma kesh nuk kishte ku të shkonte më, patjetër që shpresojmë më mirë. Megjithatë shpresat janë tek Zoti sepse sfidat janë të mëdha. Patjetër. Si i përjetuat pra kur jemi këtu 8 dhjetorin e 2024-s? A besuat në fakt shihemi nga çlirimi i Halepit, nga qytetet të ndryshme se Hamaja, Himsi, Alevi, deri pastaj në Damask, askush nuk e besonte. A pritjet që aq shpejt do të arrinë deri në Jo, vallahi askush nuk e besonte. Askush nuk e besonte sepse Zoti ndihmoi ata njerëz për të vetmen arsye se nëse do të vonohej çlirimi i Damaskut akoma më shumë, do të kishte gjakderdhje akoma më shumë, do të kishte rrëmuja akoma më shumë, deshi Zoti njashtu më shumë qetësi, më pak viktima, dhe elhamdulillah Siria ran duart atyre që e meritojnë popullit vet. U ndihmua bi annahum dhulimu. Wallah. Bon sabër 60 vjet, pastaj do të vi triumfi i Zotit. Do vi triumfi i Zotit sepse ata u sprovuan fillim në fenë e tyre, u sprovuan në identitetin e tyre, u sprovuan pastaj dhe në dynjan e tyre, në ekonominë e tyre. Imagjinoje 60 vjet nafta e Sirisë shitej me çmime që i dinte vetëm ai stafi i ngushtë, ajo elita e ngushtë e shtetit, duke mos përfituar drejt për drejt populli. Tani ajo naftë është kthy popullit vet. Po, respektivisht nuk kalonte ka buxheti shtetëror. Nuk parashihej fare si e hyrë. Absolutisht, ata domethënë komandonin në një formë që i përcaktonin vetëm, a thu se pjesa 90%, mbi 90% e popullit sunni, a thu se ishin dele këta. A nuk ishin njerëz, a nuk ishin domethënë krijesa që me të drejtat barabarta me gjithë këta tjerët. Mirë, po vjen një ditë dhe elhamdulillah Allahu mëshiron. Tatime të larta, detyroshin të punonin nga 2 vende pune për të mbajtur familjen disi. Pa llogaritur zullumet dhe padrejtësitë, pa llogaritur konfiskimin e pronave, pa llogaritur pasaj burgoset e deri dhe vrasjet. Ju i kaluat pikërisht në ato vite dhe megjithatë dikush mund të thotë po mirë si u shkolluat ju, ose mua për shembull bashkëshortja ime po t'i thënë ato ditë kur i pa sidomos videot dilnin nga burgjet ndryshme, tha këtu pas ke jetuar, tha, por ne pas kem pas rrezik që të mos kemi më në jetë. Në fakt unë nuk besoj. Kur çliru Siria përfundimisht nga regjimi autokrat dhe regjimi zullumqar që ata kishin, aty kanë kuptuar bota se çfarë bëhej në Siri. Vetë sirian e dinin, e kanë përjetuar atë. Edhe studentët e dikurshëm deri diku e shihnin, por se çfarë fshihej ishte akoma më e madhe. Imagjinoje të çlirohesh që të kuptosh se çfarë zullumi i madh është bërë. Dhe prandaj dhe me drejt siç përmendet, dikush kur e shikon në distancë nga larg, subhanallahu, megjithmen, domethënë pas ka ndodhur këto gjëra makabre, këto gjëra kaq të mëdha, këto gjëra kaq të rrezikshme, këto gjëra kaq të ulta, kaq të poshtra, me atë popull, po vallaj. Mirë, po ja që deshi Zoti elhamdulillah, u çliruan dhe kjo ka urtësinë e vet. Ka urtësinë e vet sepse ndoshta para 60 vjetëve, nëse do të kishin një lloj lirie sikur e kanë tani, ndoshta nuk do të kuptonin rëndësinë e besimit, rëndësinë e tokës, rëndësinë e vendit, rëndësinë e pasurisë. Nuk do të kuptonin ç'është zullumi i vërtet. Po shikojmë tani që njerëzit nuk janë kthyer vetëm lirisë, janë kthyer identitetit të tyre, janë kthyer fesë të tyre, janë hapur shkolla, janë hapur medrese, janë ndërtuar universitete, po ndërtohen universitete për një vit çlirim, po ndërtohen rrugët, po ndërtohet njeriu, po formohet njeriu ashtu sikur don ai të formohet pa e pengukush. Hoxh, po të pyes,
ليش بصلتك محروقة؟ بصلتك محروقة ليش؟ عم تستعجل شوية. Unë kështu e kam tipin. Po menosh atash, domethënë apo ma pyet këtu para, thash. Po të pyes direkt. Po të pyes në versionin sirian. Për shamin do të kënaqemi pak. Inshallah. Aty u takove me hoxhallar? Po vallai. Alhamdulillah hoxhallar shumë, ulemat e Shamit, për tyne. Për shembull. Për shembull Sheikh Abdul Qadir Arnauti. Kur çaj kur të kesh se patjetër. Jo, kur më flet për Shamin unë harroj edhe çajin edhe bukën edhe ujin edhe jemi për këtë më dhem mos nxito. Khudh rahtak yani. Në Sham kemi taku ulemat të mëdhenj alhamdulillah, jo vetëm Damasku, por botës islame. Për tyne që është më i njohur edhe për shqiptarët, Sheikh Abdul Qadir Arnauti. Por ke doktor Wahab Zuhili, ke Sheikh Mustafa Al-Bugha, ke Sheikh Kurim Rajih, Sheikh Kurim Rajih, Sheikh Nuaim Raqsusi, Sheikh Nureddin Itër. Për të gjithë kemi marrë ilm, kemi marrë dituni, kemi vizitu, për tyne kanë hapë dhe shtëpiat e tyne me shku me vizitu dhe me mësu domethënë për tyne. Një modesti që unë nuk e kam parë në vende tjera. Kam qenë në vende ndryshme muslimane, vende ndryshme islame, mirë po modestinë e tyne, thjeshtësinë e tyne, vallahi nuk e kam pa. Imagjinoj duke filluar nga Sheikh Abdul Qadri edhe të tjerët, e pyese për diçka ndalonte. Nuk este. Ne kemi parë dietar të ndryshëm në botën islame, nuk është rëndësishme se ku se bota islame është shumë e madhe, e pyese për diçka dhe i vazhdonte të este. Ndoshta e kishte zakon jo me poshtru nxënësin, nuk e kishte zakon, po ishte, domethënë ashtu ishte mësu, vazhdonte jeta e illit, dinamizmi dhe nuk ndalonte dhe ti detyroheshe që të shkoshe pas tij për ta pyetur dhe ai të jepte përgjigjen dhe në fund fare ndoshta edhe nuk merr ndonjë përgjigje adekuate ashtu sikur duhej. Kurse ulemat e Shamit ndryshonin. Do të ndërprej këtu, njihet një prej nxënësve të tij, Muhammad Salih bin Uthaymin, ka shkruar një libër nga fetvat e tij, thot nga rruga prej xhamisë në shtëpi dhe prej shtëpisë në xhami. Që e ka pyetur vazhdimisht në këtë interval kohor. Dhe ai përmend se shehu i ka respektuar nxënësit jashtëzakonisht shumë, por megjithatë hapat e ecjes nuk i kanë ndaluar dhe kur ka ardhur momenti me hyrë në shtëpi ka vazhduar sepse ka pas program tjetër. Kjo te ulemat e Shamit pra është vërejt në kuptim. Te ulemat e Shamit ndoshta ato kanë pas një lloj zakoni tjetër, por nuk shikoja që ata po të ndalonin do ikte koha. Qëndronin më shumë me njerëzit në rrugë. E më një ditë Sheikh Mustafa Al-Bugha, sheikhun e fikut dhe të usulit, sa marroi hutbe e xhumas, doli prej xhamisë, e pyetën ndaloi, edhe pse nuk ishte shumë i qartë. Ndaloi thjesht i respektonte për pyetjen. E pyetën tha, a është e mundur të pyesni ditë tjetër ose moment tjetër sepse nuk jam i qetë dhe kam frikë se ndoshta përgjigjja nuk do jetë saktë. Sa bukur. Po vallaj. Ndaloi, i respektoi, nuk tha nuk kam kohë. Nuk i tha që shiko, nuk jam mirë për momentin tani, jo, i respektoj deri në fund. A është e mundur të më pyesni pak më vonë ose një ditë tjetër në mënyrë që të qetësohem dhe të jap një përgjigje më të saktë. Sa bukur. Plus ata kishin ngarkesën edhe politike tash. Patjetër, ato kanë qenë më të ngarkuar dhe më të rënduar në të njëjtën kohë, e megjithatë i shërbyn Islamin aq sa kishin mundësi dhe i dhanë dhe botës islame. Imagjinohet me që shqiptarët i njohin dhe shuyuhët shqiptar, siç është Sheikh Albani, Sheikh Abdul Qadri, Sheikh Shuaibi, Sheikh Albani për shembull 6 muaj burg pa bërë asnjë lloj gjëje. E nuk u mjaftu, domethënë, ose nuk u ndal nga veprat e tij. E mori një laps, një gomë, e mori Sahih Muslim dhe filloi ta shkurtonte. Shkurtonte librat. Me thënë recensimi i shkurtuar për mbledhës Sahih Buhari, Sahih Muslim, librat e tjerë, pra ulemat gjithmonë kanë punuar. Edhe pse është ushtruar trysni kundër tyre në mënyrë që ata të kishin frikë dhe mos punonin, po zelli i tyre, vendosmëria e tyre, por mbi të gjitha ndjenja që kishin, ndjesia që kishin, për përgjegjësinë që i dha Allahu xhele xhelalu kundrejt diturisë që kishin, patjetër që do e ndanin me popullin. Dhe i shikon qoftë Sheikh Albani, qoftë Sheikh Abdul Qadri, qoftë Sheikh Shuaibi, kanë punuar, por flas për këto tre se këto njohin më tepër shqiptarët, po ata ulemat nuk mbarojnë, ai shumë janë, dhe asnjëherë nuk janë ndalur. Edhe pse trysnia ka qenë shumë e madhe. Dhe në përgjithësi, sidomos këta që jetuan në Sham, maturia atyre të lë shumë për mbresa se si ditën të mbajnë mes përmbajtjes për të vërtetën, kapjes për të vërtetën, të mos e thënë të kundërtën e asaj që e mendojnë, por edhe ta thonë atë që e mendojnë me një maturi të cilën nuk ndeshen me të tjerë. Po sepse
eksperienca dhe përvoja që merr në fillim kushdo qoftë prej hoxhallarëve, e derisa të bëhet prej ulemave, e të bëhet pjesë e elitës, realitetin e njeh më mirë kur je përballë sfidave. Realitetin e njeh më mirë kur je përballë atyre njerëzve që duan që ti mos t'japësh mësim, duan që ti të harrohesh, ti mos të inkuadrohesh domethënë në shërbim të muslimanëve, në shërbim të popullit. Aq më tepër mos kesh dhe botime që botimet tua për shembull duhet dalin dhe për çudi në treg ata mbaronin më shpejt. Librat e hoxhallarëve shqiptarëve mbaronin më shpejt sapo vindi panajiri i librit. Pra, e njihnin patjetër, e njihnin realitetin aq mirë dhe përvojë dhe eksperjenca në përballje me këto sfida i bëri që të mendojnë më shumë, të gjejnë zgjidhje më të sakta dhe përrjedhoi të jenë më të matur dhe të jenë më të urtë. Imagjinoje kanë dhënë fetva të ndryshme, qoftë për Ballkanin, qoftë për botën islame, në një kohë që nuk mendohej që saktësia e tyre do të ishte, domethënë, do të ishte e tillë. Mbaj mend Sheikh Abdul Kadrin për shembull gjithmonë kur vinin studentët mes këshillave të tjera, thonë udu ila biladikum, nëse më lejon ta në gjuhën arabe, udu ila biladikum wa akhriju an-nas min al-faqr. Ktheuni thot në vendet tuaja edhe nxirrini njerëzit nga fukarallëku, nga varfënia. Sa isha dikur 20, 21, 22, 24 vjeç, ndoshta nuk e kuptoja mirë. Kur jam kthyer në Shqipëri, e kam kuptuar këtë këshill kaq të madhe, duke parë me sytë e mi që nëse nuk ke stabilitet ekonomik, sidomos vetë hoxha, por nuk ka stabilitet ekonomik, qoftë dhe shoqëria e muslimanëve, atëherë do të mbetet çështja thjesht po jap një ders, po jap një mësim, dikush e dëgjoj, dikush e përfitoj, por çfarë i ofrojmë ne si musliman shoqërisë ku jetojmë? Dhe nëse ne nuk kemi stabilitet ekonomik, nuk kemi domethënë gjendje financiare të mirëfill, të vërtet, të fortë, atëherë është thjesht mësimi në xhami nuk mjafton. E si mund të ndërtosh institucione, si mund të ndërtosh shkolla, si mund të integrohesh në institucionet qoftë të shtetit, qoftë të privatit, nëse nuk jemi të aftë. Është ajo çështje pasaj investimi në burimet njerëzore. Çështja e hoxhallikut, ju vetë keni marrë medresen, ne kemi marrë medresen, nuk e di medresen kemi marrë në Prishtinë. Unë medresen e kam marrë faktikisht në Siri. E njëjta, domethënë lëndët fetare janë pothuajse, po ato për ne ka qenë shumë e lehtë çështja e hoxhallikut. Mirë, po të dalësh sot një kontabilist shumë i mirë, të dalësh një mjek shumë i mirë, të dalësh një inxhinier shumë i mirë, të dalësh një mësues shkolle në një lëndë caktuar sipas kurrikulave që jep drejtoria arsimore apo Ministria e Arsimit, është investimi në këto burime është shumë i vështirë. Ndryshe nga hoxhalliku që është pak më i lehtë sepse vendosmëria e hoxhallarëve, dëshira që kanë ata të trashëguar nga familja, juve mashallah Zoti ju shpërbleft, ke pas babën tonë Hafizin që në një formë apo në një trajt, në një formë ndryshe të kanë nxitur që kur ke qenë i vogël. Ashtu dhe të tjerët, ashtu dhe ne kemi pasur kush na nxisi dhe kush na suportoi. Mirë, po ne kemi nevojë që përveç hoxhallikut, atëherë duhet që njerëzit të dalin nga fukarallëku i mendjes fillim, pastaj fukarallëku i gjendjes financiare. Medomos. Është kënaqësi të vazhdojmë bisedën në këtë stad sepse me elan dhe me nostalgji përcjelli këtu. Përmende këta emra të dietarë të cilët gjatë studimeve kemi pas shumicën e tyre profesor, nga cilët drejt për drejt kemi marrë ato pak njohuri që i kemi. Nureddin Eitrin për shembull kur përmende profesorin e hadithit, edhe pse këtu s'kam qarë pa ta bërë një pyetje, si mund t'i bashkojë ti në mes të ndjekjes Abdul Kader Arnautit dhe Nureddin Eitrit për shembull. Dy dietarë të hadithit, por medrese të ndryshme. Sheikh Nureddin Eiter ka qenë prej ulemave të mëdhej. Çështja e tyre është se ai nuk është se ka pas ndonjë problem të drejtë për drejtë, paktën me Sheikh Abdul Kadrin dhe Sheikh Shuaib. Jo individualisht, po si shkolla po vlas. Si shkolla domethënë, faktikisht prej Sheikh Nureddin Eiter kemi përfituar fikun e medhhebeve. Patjetër. Fikul Muqarran në librin e tij Ilamul Anam e shpjegonte vetë në xhami dhe ishte briljant në shpjegim, sepse ato hadithe patjetër ishin në memorizimin e tij, shpjegimi i fikut, stadi i lartë i gjuhës arabe, njohja e mirë e medhhebeve, pavarësisht se i përkiste medhhebit Hanefis, aty ishte adekuat për atë çështje. Kurse në trajtimin që i bën të shkencës hadithit, është interesante, un kam një, domethënë,
e kam pa me sytë e mi kur kam qenë në mektebet të Sheikh Abdul Kadrit, në vitet 70 diku, Sheikh Nureddin Aitor boton një libër të hadithit dhe i shkruan Sheikh Abdul Kader Arnautit dhe i thot, nëse është e mundur, përpara se ta botoj, shikoje mirë, ndoshta do më japësh në një këshill që më vyn mu dhe kur tjetë libri gatër për botim, tjetë akoma më i saktë sipas këshillave porosive tuaja. Që do të thot, kanë qenë këta ulemat paktën të cilët e njihnin diturinë e njëri tjetrit, madje kërkonin dhe ndihmë nga njëri tjetri. Dhe kur e kam parë, domethënë, këtë lloj shkrimi, këtë lloj kërkese, jam çuditur, sepse faktikisht ju e dini fare mirë këtë pjesë, ulemat jo gjithmonë shkojnë mirë me njëri tjetrin, ato shkollat juridike kështu më radh janë disa keq kuptime, mirë po në fund fare ata dinë ta respektojnë dhe njëri tjetrin. Patjetër. Dhe nëse kanë pasur deri diku diçka, për shembull, nëse do flasim për Sheikh Albanin, Zoti më shëroft, i gjithë problemi nuk ishte se ata nuk njihnin diturinë e Sheikh Albanit. Ata thjesht nuk donin që një njeri të formohet pa medhheb. Po. Pra nuk donin që muslimanët të dalin nga medhhebet. Nuk është në shtetin islam, nuk është problemi se je Hanefi apo je Shafi apo je nuk është problem fare. Por të paktën nuk duhet dalësh nga medhhebet, që mos dalësh nga struktura, mos dalësh nga sistemi. Ky ka qenë problem, që mendohet më tepër të jetë problem mekanik dhe teknik se sa ideologjik. Pavarësisht pastaj se shumë kush don ta shfrytëzojë rastin për ta sjellë një problem ideologjik. Kurse me Sheikh Shuaibin, me Sheikh Abdul Kadrin, të cilët i përkisnin domethënë medhhebet dhe nuk dilnin nga medhhebet, çështja ka qenë më e lehtë, madje siç përmenda, ata kanë edhe bashkëpunuar me njëri tjetrin. Patjetër. Sheikh Abdul Kadri madje njihej edhe si njës për shkak që edhe i ka vizitu këto vende, i shkallti medhhebit Hanefi. Ndonse medhhebin Hanbeli ka pas në kuptim ishte ofruar dhe pozita e muftisë së Damaskut për Hanbelin, por nuk ishte pranuar. Çështja e hanbelizmit, domethënë ai ka marrë mësim prej Sheikh Behjet El Beitar, i cili ka qenë muftiu i fundit i hanbelive, prej ulemave të mëdhenj bëhet fjalë, dhe Behjet El Beitar ishte ai i cili i jep leje Sheikh Abdul Kadrit të jap fetva në mexhliset kur ai jepte mësim. Dhe kjo u mor sikur shehu ishte hanbeli. Po shehu faktikisht i përkiste shkollës shafite më shumë nga gjitha medhhebet e tjera. Fillimisht ai ka qenë Hanefi, pastaj vend thotë që në varësi të forcës argumentit, alimi, dietari mundet të kalojë nga një medhheb në një medhheb tjetër duke respektuar të gjitha medhhebet dhe fundi i jetës tij faktikisht ishte anonte gjithmonë nga medhhebi Shafi më shumë, pastaj nga medhhebi Hanbali, pastaj nga medhhebi Hanefi. Patjetër. Në fakt ka qenë respektues i shkollave dhe juridike, po edhe akademike. Ishte njohës shumë i mirë i shkollave juridike islame, siç dëshmon vetë Sheikh Wahb al-Zuhaili, që ka qenë koka i medhhebeve, koka i fikut islam në botën islame. Mashallah. Hoxh Mustafa, megjithatë ne dëshirojmë që të përfitojmë nga dija juaj edhe për një pjesë të ajet të Kur'anit ose në përgjithësi në këtë muaj të madhreshëm, për çdo mysafir kemi caktuar nga një pjesë të ajeteve të agjërimit. Nuk është delikate, por megjithatë do shpjegim. Femen tatawwa khayran fa huwa khayrun lah. Dikush tjetër na ka shpjeguar se wa an tasumu khayrun lakum. Dikush tjetër do të na shpjegoj se wa an tasumu khayrun lakum. Për ju, çfarë nënkupton femen tatawwa khayran fa huwa khayrun lah. Ky është ajet, është pjesë ajeti në ajet më të gjatë në surën Bekara, ku Allahu xhelle xhelalu flet për agjërimin. Faktikisht ky ajet është para ajetit ku thot shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Në të dy ajetet Allahu i Madhërisëm flet për agjërimin. Ky ajet i parë që ju përmendët Zoti shpërbleft, bën fjalë kur është bër obligim agjërimi në fillim, është bër obligim jo i drejt për drejt i agjërimit. Kishte zgjedhje besimtari që a do ta agjëronte apo mos ta agjëronte, por a ditë ta shpaguante. Dhe kështu është bër obligim domethënë në fillim. Dhe kur Allahu xhelle xhelalu tregon që ata cilët kanë rëndes, kanë ngarkesë dhe nuk gjejnë dot atë qetësinë apo atë mundësinë, hapësirën për ta agjëruar në formën më të mirë fizike, atëherë mund ta shpaguajnë, thot Allahu subhanahu wa taala. Faman tatawwa khayran, e kush mundet ta shtojë në formë vullnetare, thot Abdullah ibn Abbasi, çështjen e shpagimit, ajo është me fjalë diçka e mirë për të që Allahu jo vetëm që e njeh,
por e shpërblem, e zmadhon dhe e shumë fishon në sevape. Dhe Abdullah ibn Abbasi e shpjegon shumë bukur kur thot, ka dhe shpjegimit të tjera faktikisht, por ajo që më adekuate është Abdullah ibn Abbasit, që është komentuesi më i njohur i Kuranit. Ai dhe Abdullah ibn Mas'udi ku thot, për shembull, atë ditë agjërimi që don të agjërosh, shikon një lloj ngarkese tek vetvetja në fillim kur është obliguar dhe ti nuk agjëron por e shpaguan atë ditë dhe shpagimi është për çdo ditë të japësh ushqimin ditor një fukaraj, një njeriu të varfër, atëherë çfarë ndodh? Është më e mirë nëse ti e shton pak më tepër, i jep sa për 2 persona ose jep 2 personave me një herë edhe pse Zoti kërkon prej teje vetëm një person. Sa bukur. Kjo është ajo, domethënë që nëse vjen me diçka tepër, është më e mirë te Allahu xhelel xhelal. Kjo çështja e diçka më tepër, çështjeve vullnetare në adhurimet islame, kjo vrehet gjithandej. Pra ne agjërojmë një muaj Ramazan, por preferohet që të mos e ndërprejmë. Të vazhdojmë akoma me përcjelljen e Ramazanit. Për shembull, kemi agjërimin nafile, po ashtu edhe me namazet, dhe kemi 5 kohët namazë, por përcillen edhe me sunetet për shembull, po. Zakati farz, por kemi edhe sadakan dhe haxhin, po ashtu edhe haxhi vullnetar. Si shpjegohet kjo? Pse të përsëritet vepra për shembull e njëjtë dhe madje interesante dhe shpërblet shumë? Atëherë çështja është shumë e thjeshtë. Nëse Allahu i Madhërisëm ne na ka detyruar, na ka bërë vajxhib, obligim që të adhurojmë Zotin, për shembull për namazin 5 herë në ditë apo për agjërimin krejt muajin e Ramazanit, ne nuk dallojmë dot më kush është besimtari i fortë, i drejtë dhe i vërtet nga besimtari i cili e kryen obligimin me cilin e ka obliguar Zoti, sepse është obligim, si ta thuash më thjesht, e ke detyrë të falësh, po do falem. Mirë, po ai ndoshta nuk falet me zell, nuk falet me një dëshirë shumë të madhe, por thotë unë do heq detyrën që kam. Ka detyruar Zoti dhe do ta ekzekutoj atë vendim që e ka marrë Zoti për mua. Mirë, po ku do të dallojmë ne që ky e bën me dëshirë apo jo? Besimtari i mirë i cili kur vjen dreka i fal 4 rekate para dreke. E maron dreke, nuk mjaftohen, i fal edhe 2 rekate mas dreke. Madje nuk mjaftohet edhe me të, por mundohet me bë dhikr Allahu xhelel xhelalu. Nuk mjaftohet aq vetëm me të, por ndoshta mund të hapi dhe mushafin. Mundet me lexu 2 faqe Kur'an apo 5 faqe Kur'an, del nga xhamia. Për te zakati që ka detyrë një herë në vit, ai ndoshta jep sadaka muaj për muaj, ose ndoshta ditë për ditë, ndoshta çdo një herë në javë, e kështu me radhë. Pra si do vërtetohet një besimtar i mirë nga një besimtar, nuk themi jo i mirë, po një besimtar i rëndom, një besimtar i thjesht, një besimtar i cili ne nuk dim se sa i vërtet dhe i drejtë është ai në raportet që ka me Zotin e tij. Prandaj dhe për shembull kur Abdullah ibn Uthman ibn Affani, përcjell Beheqiu në Shu'ab al-Iman, thot: "Law anna qulubana tahurat lama shabi'na min kalami rabbina." Sikur zemrat tona të ishin të pastra, ne nuk do të ngopeshim me fjalën e Zotit ton. Besimtari i mirë është ai i cili nuk ngopet dot me adhurime. Ma bëri Zoti fars 5 namaze, nuk mjaftohem me aq, do të falem më shumë. Mundem me bë një hat me minimalja për shembull për Ramazan, nuk mjaftohem me aq për te Ramazanit, derisa të vijë Ramazani tjetër. Patjetër që duhet me pas një plan program që ne mos shkputemi nga fjala Allahu xhelel xhelalu, madje besimtari më i mirë, thot Osman, është ai i cili nuk ngopet me fjalën e Zotit. Pra ky është ai dallimi që bëhet mes besimtarit të fortë dhe besimtarit normal. Që i bie në kuadër të kësaj thënie të Osmanit, problemi se ne përtojmë për të bërë adhurime është zemra përtesa pastaj është shenjë e një diçkaje tjetër. Për shembull, Imam Ahmed ibn Hanbali ku thot kush nuk e fal namazin e vitrit fa huwa rajul su, ai është njeri i keq, ndërkohë që tek Hanbelit namazi i vitrit është sunet, ndryshe nga Hanefit që është vajxhib. Pra si ka mundësi një imam i madh, imam i shuar, thot për namazin e vitrit që është diçka që lidhet me namazin vullnetar dhe jo detyrë. Nëse ti nuk e fal dhe i bën që muslimani të jetë një njeri i keq, pse? Nuk është problemi tek detyra ose jo. Problemi që namazi i vitrit është shenjë. Ai i cili flen gjumë pa e fal namazin e vitrit dhe nuk çohet natën, çohet për sabah pa e fal namazin e vitrit, është shenjë që
Ky ka bërë zakon largimin nga një sunet i vazhdueshëm i pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe nuk bëhet zakon lënia e një suneti edhe pse është adhurim jo detyrë, vetëm se te ky person ka diçka tjetër që ka ndikuar për keq. Cila është? Mund të jetë hutimi. Po cilët janë faktorët e hutimit? Mund të jenë gjunahet, mund të jenë zullumet, mund të jetë padrejtësitë, mund të jetë veset negative, mund të jetë sedra sëmur, mund të jetë sëmundjet e zemrës, e plot të tjera. Pra, ne nëpërmjet adhurimit vullnetar që përmendëm, ne mundemi të analizojmë vetveten tonë. Pse përtoj unë të falem namazin sunet? Apo siç është bërë zakon shumë prej djemve tanë apo shumë prej rinis sot, e falin farzin dhe dalin me njëherë nga xhamia. Apo futen në farz dhe nuk i falin sunetet fare. Ajo dihet që nuk është detyrë, nuk është se melekët po shënojnë, domethënë një gjunah për personin në fjalë, por ka diçka. Nëse ajo bëhet zakon, atëherë ka një problem. Është një shenjë, është një barometër, është një simace që tregon se ne çalojmë diku, kemi problem diku. A nëse vazhdimisht jemi në namazet vullnetare të lidhur, në adhurimet vullnetare të lidhur e bëjmë pjesë dhe zakon të jetës tonë, atëherë ka mbetur pjesa tjetër, të jemi më dobiprurës, të jemi më të shëndetshëm në raportet që ka pastaj njeriu me njeriu, se dy janë raportet. Raporti i njeriu me Zotin, raporti i njeriu me njeriu. Por ky shembull i namazit vitit sigur shërben. 5 kohën e namazeve fali se po ti obligoj, por çfarë ti nga vetja? A se ke 1 rekate, 3 rekate pra prej vetës ti falesh, por për këtë edhe është shenjë që namazi nafilën këtë asë, ose përgjithësi çështjet vullnetare janë shumë të dashura te Zoti. Janë aq të dashura sa vetë Zoti thot në hadith qudsi, që e përmend Buhariu në Sahihun e tij, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Vazhdon robi im të afrohet tek mua, thot, me namazet vullnetare, namazet nafile, derisa unë ta dua atë. Pra derisa ai të fitoj, derisa të fitoj dashurinë e Zotit. Edhe vijon fe in ahbabtuhu, nëse unë e dua atë, unë jam me shikimin e tij. Unë jam me dëgjimin e tij, unë jam me marrëdhëniet që ai ka, shkon dhe vjen, do thënë me gjithçka që ai punon me dorën e vet. Unë jam me ecën e tij, thot Allahu xhela xhelalu në hadith qudsi. Pra ne i falim, i njëjti hadith tregon faktikisht në fillim që farzet janë ato të cilat Zoti don më tepër, sepse është pjesa e strukturës. Ne duhet jemi të strukturuar nëpërmjet detyrave dhe vajxhipeve. Por si të dëshmojmë që ne mund të bëjmë diçka me dëshirë përtej detyrimit, se ndoshta siç përmendëm, detyrimin e bën dikush, se është farz për Zotin dhe duhet më e bë. Mirë, po si të dëshmojmë që mund të bëjmë diçka më tepër, janë nafilet. Prandaj dhe shpërblimi i këtyre nafileve është më i madh, është dhe një rrugë e cila është tregti në të njëjtën kohë me Zotin, një tregti që nuk do të humbim asnjëherë, sepse Zoti na premton Kur'anin famëlart, në tregtinë që bëjmë me Zotin, nuk e bëjmë gjithmonë me farzën dhe vajxhipin, por e bëjmë dhe nëpërmjet suneteve, dhe nëpërmjet adhurimeve vullnetare, ku ka më mirë se të bësh tregti me Zotin, ti jep Zotit diçka që Zoti s'ka nevojë për te, dhe Zoti të jep aq shumë për gjëra që ne kemi nevojë për to. Patjetër. Në dritën e këtij hadithi qudsi që duhet ta vëmë në fokus patjetër, është patjetër duhet i përformojmë farzet. Pra, nuk ka vlerë namazi i vitrit pa u falë yatsia. Ose ndryshe kur falet ky namaz, ky falet pasi të falet farzi. Janë disa njerëz që është interesante, japin lëmosh brenda vitit shumë, por po t'i thuhet duhet ta japësh zakatin, i duket se po shpenzohen. Ka mungesë të vetdijes për këto apo jo? Ka mungesë të vetdijes, ka mungesë të ndërgjegjes, ka dhe mungesë të diturisë. Por ne dim fare mirë që një dyqan të thjesht po ta hapësh, bashkia vjen, bashkia apo komuna domethënë vjen dhe të përcakton tatimin mujor. Sa është tatimi mujor në Kosovë nuk e di, por në Shqipëri 30%, në muaj fitova apo nuk fitove. A kishe sukses ose jo në tregti apo në biznes nuk është rëndësishme. Do të paguash tatimet 30% muj për muj. Zoti kërkon për nesh 2.5% një herë në vit. Edhe bëjmë naze
ankohemi, po pse është ky zekati, pse kështu, pse ashtu, se nuk jemi duke kuptuar që vendi ku ti jeton, shkon në Itali për shembull, në Itali të kërkojnë 70% të marrin, ti munesh, ti lodhesh, ti raskapitesh, ti sakrifikon në mënyrë që fitimi të jetë më i madh, sepse 60-70 e sa përqind ti merr shteti për shembull, dhe ajo që të pron është për familjen tënde ose për ta viju investimin që je duke bërë. Në Kosovë dhe në Shqipëri është më ulët sepse standardet tona janë më të ulta. Allahu është shumë i mëshirshëm se sa ajo që kërkojnë njerëzit. 2.5% një herë në vit, vallahi njerëzit e japin me dëshirë. Mirë, po dikush mund të thotë, po mirë hoxh, po mirë ne boll po na merr shteti. Atëherë na merr dhe Zoti. Domethënë për shtetin nuk ankohesh asnjëherë, kurse për Zotin 2.5% një herë në vit ankohesh. Ky është problemi i ndërgjegjës dhe vetdijes, domethënë që përmendëm në fillim. Njerëzit kanë nevojë të vetdiesohen, të ndërgjegjësohen, por dhe të informohen siç duhet me diturinë e saktë. Dhe pastaj do të kuptojnë se sa i mëshirshëm është Zoti. Hoxh, ishte kënaqësi që ishe me ne, që Kënaqësi dhe për mua gjithashtu. Allah ju nderoft. Faleminderit. Atëherë të respektuar teleshikuesim, ishim me Hoxhën Mustafa Tërniçin nga Durrësi, një hoxh i spikatur, një hoxh i pajisur me dije dhe natyrshëm që ligjërimet e tij prekun jo vetëm besimtarët e rrethit ku ai jeton dhe zhvillon aktivitetin e tij, por edhe në botën shqiptare. Ne do të takojmë përsëri natën tjetër, inshallah taala, e ju deri atëherë qëndroni me ne edhe me programet e tjera të PIS TV-s. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.